Cili është argumenti i parë që tregon se ti je i shkujdesur ndaj botës tjetër? Vëllezër, e para është shkujdesja e njerëzve ndaj vdekjes edhe gjanave që vinë mas vdekjes. Në gjithë e dim, vëllezër, jemi të bindur plotësisht që kemi me vdek. Mirë po, siç kanë thënë selefi, nuk kemi pa bindje që i ngjason më shumë gënjeshtrës apo mos bindjes se sa bindja e njerëzve që kanë me vdek edhe nuk përgatiten për atë çast. Po është një gotë për cilës kemi me pi secili prej neve, vëllezër. Mirë po, çka vrem, vëllezër? Vrem se njerëzit sot janë, me përjashtim të atyre që i kam shiru Allah, janë tërësisht kujdesur ndaj kësaj. Në kohën tonë, vëllezër, kemi vrejtë secili prej neve. Nuk marrim sim nga të vdekurit që vdesin për ditë, nga xhenazat që i përcjellin për ditë, që ja falin xhenazat i përcjellin deri tek varreza. Madje Allahu na ruaj të vrejmë, vëllezër, e bin njerëz familjar, e bin xhenazën në xhami, edhe nuk hin me fal namazin. Antarin e familjes e bin shpinë vetë largohen që tjertë me a falë namazin. Shkojnë tek varret, i shohin varret, e shohin të afërmen e tyre, dashurën e tyre të fund varr, edhe nuk marrin mësim për kësaj. Përkundërzi angazhohen me biseda të kota, ndoshta dikon e sheh edhe të fol në telefon tjetër edhe duke qerë tjetër të pi duhan. Tek brezat e parë të Islamit, vëllezër, kur dikush ka vdek, edhe pse nuk e kanë pas të afërm, kanë thënë kemi pa këta me javë në fytyrat e njerëzve, me javë. Edhe thonë nuk kemi ditë kon me ngushëllu nga numri i madh i tyre që kanë qajt. Kanë qajt për veten e vet, vëllezër, për atë moment kur vjen secili prej neve që ko me hin atë vrim aty. E na do, vëllezër, për varreve, për vdekjet me marr mësim. Pejgamberi sa më ka thënë fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Vizitoni varret, sepse ato ja u përkujtojnë ahiretin. Vrejmë, vëllezër, shkujdesit madhe në raport me Allahun, në raport me adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala, në raport me namazin. Njeri ka të mos fshin i xhamis e dëgjon 5 herë në ditë hayya ala salah, hayya ala falah, e namaz e janë shpëtim, nuk i përgjigjet thirrjes së Allahut subhanahu wa taala. Shkujdesin ndaj përmendjes së Allahut subhanahu wa taala. Po kështu gjendja shumicës, përjashtim të atyre që i ka mëshiruar Allahu subhanahu wa taala. Sa po thotë Ibn Kaimi, wa kathiran ma yaqtarinu ahaduhuma bil akhar wala yufariquhu. Në shumë raste bëhen bashkë, do të thonë, tek shumë njerëz këto dyja, vëllezër. Shkujdesja në raport me Allahun, në raport me botën tjetër, e po ashtu edhe pasimi i epsheve, Allahu na ruaj. Kjo është shumë e rrezikshme, pasimi i epsheve.